çfarë fshihet pas? Nga çfarë po rrezikohemi në këtë moment? Çfarë duan të njoftojnë shkencëtarët? Në fakt matjet e regreseve dhe progreseve të njerëzimit apo të civilizimit ton kanë qenë edhe më përpara se të shpikej apo të shfaqej për njerëzit kjo lloj matjeje ose kohe e progresit apo e regresit, pra jo orës siç jemi mësuar. Mateshin ndryshe nga një lloj kryesie ose një lloj këshilli që mbizotëronte mbi civilizimin, i cili maste çdo lloj progresi të civilizimeve të ndryshme, duke ardhur dhe te joni, i cili pëson më shumë regres se sa progres, të themi të drejtën. Dhe jo sepse jo gjithmonë shkaku është se ndodhemi përballë luftrave dhe nuk dim t'i zgjidhim ato ndryshe apo për një bombë apo që rrezikon të shëmbet bota nga një bombë bërthamore apo nga një shkatrim masiv. Shkatrimi si fillim vjen së brendshmi, pra ndërmjet ndërgjegjeve tona apo bashkëveprimit ton, se si ndodhemi ne, në çfarë situate dhe në çfarë gjendje evolutive jemi ne, si shpirtërisht, si fizikisht dhe si apo shkencërisht nëse e masim kështu së dukshmi, se si paraqitet për popullin dhe për njerëzit e thjeshtë. Pra, jo çdo progres shkencor apo jo matet dhe duket gjithmonë. Thjesht kur vjen një moment final, ai ka ato simptomat që neve i quajmë luftra apo përplasje të shumëllojshme, bllokime, të cilat nuk zgjidhen dot për shembull mes individit apo në individëve të ndërgjegjshëm, të cilët përfaqësojnë një shtet, përfaqësojnë një bazë të caktuar, një evolucion apo shkencën apo fusha të caktuara, të cilët nuk arrin dot që të jenë aq të ndërgjegjshëm sa të ndërgjegjsojnë edhe pjesën tjetër të njerëzve, që mos të arrijmë në luftra apo në përplasje të tilla. Pra, çdo gjë është minus në momentin që njeriu nuk arrin dot ta zgjidhë në një mënyrë tjetër. Pra, qoftë paraja, qoftë lufta, apo çfarëdo lloj kaosi që ne shohim, është një mënyrë pagese për atë të cilën ne nuk arrim dot ta zgjidhim në një mënyrë tjetër. Pra, është e domosdoshme një luftë në momentin që ti nuk je i aftë që ta zgjidhësh ndryshe.